Dorë, përshëndetje, ju falenderoj për kohën tuaj. Kënaqësia ime, faleminderit për ftesën. Doja disa komente nga ju lidhur me ngjarjet e fundit që kanë në qendër, në fakt duhet thonë, kryeministrin Rama. Një nga ato ka qenë rikthimi në skenë i çështjes së shtetit Bektashi, anuncuar dikur nga Rama në Asamblenë e OKB-s, në fakt marrë nga gazeta ndërkombëtare të gjithë kohës, të asaj kohe. Pyetja ime është se ka shumë që po thonë, kjo është një shashk që hidhet për të shmangur vëmendjen nga gjëra të tjera, ka të tjerë që janë shumë të shqetësuar për implikimet që mund të sjell në të ardhmen një hap i tillë. Si e gjykoni ju këtë, sepse në fakt nuk kuptohet qartë se çfarë shumë gjëra po thuhen, shumë gjëra po ndodhin, ka teorira nga jo vetëm me shtetin Bektashi, po teorira nga më të ndryshme, do ndodhi kjo, do vinë këta, do na marrin ata, kuptohet cila është e vërtet. Vetë kryeministri Rama mban qëndrime kontradiktore për shumë disa gjëra, si rastin e ngjarjes me flamurin shqiptar dhe Maqedonas dhe himnin, ai e quan një parodi, apo në raste tjera kur u përmend spastrimi etnik në Kosovë, e quajti që s'kemi punë të merremi me diçka që e thot dikush kot në erë. Disa gjëra në vlerësohen, disa gjëra mbi vlerësohen, pastaj ai hyn në vetë parë në debate nacionaliste dhe patriotike. Kështu që nga ana tjetër në El Pais ai dha intervistë duke thënë që shqyr që Shqipëria nuk është një vend i madh, se s'kemi punë të merremi të marrim vendime për gjëra që po ndodhin sot në botë, por nga ana tjetër merr disa vendime pastaj që gjejnë në befasi të gjithë të tjerë. Po e nis nga ky i shtetit Bektashi dhe pastaj e gjeni ju Chelsea-n, si të shpjegojmë gjithë qëndrimet e tjera. Çfarë do të thotë kjo, zoti Nesha? Në fakt është shumë e vështirë të shpjegosh një figurë kontroversiale siç është Rama, njëri që nuk ka të bëjë me ato cilësi që duhet ketë një lider shteti. Ajo që është kryesorja është mosnjohja dhe e konceptit të shtetit për cilën ai shërben. Prandaj vendet tjera gjithmonë në këto pozicione marrin njerëz të cilët janë sprovuar, ose kanë marrë pjesë në ushtri, ose kanë mbrojtur të drejtat e kombit tyre, ose kanë luftuar për një ideal, duke sakrifikuar diçka. Ky nuk ka të bëjë. Ky është një person pa formë, është si nga ato amebat të cilat marrin formën që ju përshtatet interesave të klientelve të tij të jashtëm. Pra, kjo është e para. Ajo që thatë ju është e vërtet, sepse dalja dhe riçfaqja në skenë e të ashtu quajturit projektit të Rama për një shtet Bektashi, sigurisht nuk është një projekt i tij, sepse ky njeri i cili kërkon të konsolidoj pushtetin e tij nuk mund të futet në ato aventura pa patur një përkraje. Dhe kjo përkraje shfaqet hapur si në daljen e intervistës së tij në New York Times, dihet që është diçka e sponsorizuar, si fjala e tij në Asamblenë e Përgjithshme, ku një njeri megaloman nga natyra që kërkon që të bjerë në sy, jo vetëm me shfaqje të theksuara të protagonizmit politik, por nga ana tjetër ka frikë edhe mos dëmtoj një imazh të tij. Pra, ka një farë sigurie dhe kjo mendoj që është brenda atyre projekteve të cilat Rama i pranon me shumë kënaqësi, vetëm të jetë në qendër të vëmendjes të opinionit publik ndërkombëtar. Dhe po të shikosh, kjo e ka mbajtur kaq gjatë në pushtet, për arsye sepse nga cilësitë e tij, nga mungesa e vizionit e tjera, nuk ka të bëj me një drejtues shteti, po me një aventurier